Si jemi sot? Mirë, grupi që ishte në Stamboll kishin kaluar shumë mirë, lavdi Zotit. U bën në momentin e fundit grupi, sepse Arioli kishte ndërmend një kishë tjetër, domethënë ishte lidhur për të shkuar aty, kështu që në momentin e fundit ne bëm një grup, ata nuk mundeshin të shkonin dot, kështu që shkuan nga kisha jon. Arioli tha ishin 1700-2000 bibla, Injil. Çfarë është Injili? Ungjilli që u ndan apo jo, ishte bekim fare. Ariolin do ta kemi këtu në konferencë, gjithashtu javën që vjen. Kemi konferencën gjithashtu javën që vjen, lavdi Zotit, të dielën në datën 3 maj, mezi presim. Do të kemi më shumë detaje në vijim sa i takon konferencës. Xhefi do vinte sot paradite, po nuk vjen dot sot paradite, ishte vonuar avioni, do të vinë në mesnatë. Kështu që lutoni për udhëtimin e tij, do ta kemi besoj të mërkurën, mund ta takoni. Po bëhemi gati për konferencën. Në fakt, sot për këtë do të flasim, sepse është diçka jashtëzakonshme në kalendar, ajo e diel që do të vi, java që vjen. Edhe jo sepse kemi njerëz të shquar këtu në sallë, por sepse sot do të hapim një temë që do të na shoqërojë gjatë gjithë javës që vjen. Edhe nëse marrim seriozisht, mund të ndryshojmë mënyrën se si jetojmë jo vetëm javën që vjen, jo vetëm muajin që vjen, jo vetëm gjithë vitin, por mbase gjithë jetën tonë. Sepse kur bëhet fjalë për fjalën e Perëndis, ja vlen që të mendosh, ja vlen që të meditosh, ja vlen që të lutesh, sepse do të prezantohet Bibla e re në gjuhën shqipe Kristoforidhit dytë, një vepër në fakt që ka kërkuar vite pune, lutje, mund edhe djers. Një Bibël që rrjedh nga tradita e besueshme e dorëshkrimeve të Antiokisë dhe që vjen në gjuhën tonë me një emër që na lidh me historinë, që është Kristoforidhi apo jo. Tani për këto do të dëgjojmë më shumë, nuk po ju bëj juve se ju dini mirë eri Jonida, po. Vëllezër motra, dua t'ju them diçka me sinqeritet që në fillim, sepse ndryshe ajo që do të shohim sot do ta humbas qëllimin, nëse nuk e them që në fillim. Mund të kemi përkthimin më të mirë në botë, dhe ai mund të mbetet i mbyllur, e dini pse? Mund të jetë kryevepër, mund të jetë e shtypur me letër cilësore nga jashtë, mund të ketë kapak të bukur, një logo të bukur ashtu siç e ka për shembull, por nëse zemrat tona nuk janë gati ta presin, ai do të mbetet një libër në raft, një zbukurim i bukur që mund ta zërpluri, por le ta them që ne duhet hapim zemrat, ne duhet i bëjmë gati zemrat për fjalën e Zotit dhe kjo ka shumë rëndësi. Në kohën pasi u hap Shqipëria, unë kisha shumë shok, prindit e cilëve baballarët në fakt emigruan jashtë Shqipërisë, edhe ata merrnin letrat që baballarët shkruanin, edhe me thënë drejtën kur babi, për shembull kisha një komshi, shkruante letër babai, sepse ishte emigrant, edhe ai kur e merrte atë letër e lexonte jo një herë, jo 2 herë, jo 5 herë, po 10 herë. Thoshte babi ka thënë këtë, po bën këtë, po bën atë, e ka marrë malli shumë etj etj. Edhe vërtet, kur mendojmë për fjalën e Zotit, ajo është letra e Atit. Letra e Atit është një libër jashtëzakonshëm. Fjala e Perëndisë, fjala e Zotit na dha jetë. Amen. Na rilindi nga ana frymërore, ashtu siç thotë edhe apostulli Pjetër. Kështu që ne duhet përgatisim zemrën. Diçka tjetër interesante është që nëpër spitale një njeri që është gjallë mund të le të them zgjohet, nëse është në gjendje kome. Gjendja komatoze nuk është e lehtë, por një i vdekur mjekësia nuk mund ta rizgjojë dot. Kështu që për sa kohë ne kemi frymën e Zotit, për sa kohë kemi puls, kemi zemra që rrahen. Me të vërtet, le të mendojmë pak për këtë, sepse kemi nevojë për prekjen e Zotit, sa i takon fjalës së Perëndisë. Fryma e Zotit ende po na lëviz. Jo të jemi të mpirë, të ngopur me gjithçka tjetër dhe të uritur për asgjë. Prandaj Zoti thot nga pasazhi që do të shohim sot, zgjohu. Shikoni tek Nehemia kapitulli 8, do të lexojmë 12 vargjet e para të kapitullit, e do t'i shohim me vëmendje. Atëherë tërë populli
u mblodh si një njeri vetëm në sheshin që ishte përpara portës ujrave. I thanë pastaj shkruesit Ezdra të sillte librin e ligjit Mojsiut që Zoti kishte dhënë Izraelit. Ditën e parë të muajit të 7, prifti Ezdra solli ligjin para asamblesë së burrave, të grave dhe të gjithë atyre që ishin të aftë të kuptonin. Pastaj e lexoi në sheshin që ndodhet përpara portës ujrave, nga agimi deri në mesditë. Shikoni sa orë mund të ketë qenë. Përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin. Dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Shkruesi Ezdra qëndronte mbi një tribun prej druri që kishin bërë për këtë rast. Pranë tij ishin edhe djathtë Matithiau, Shema, Ananiau, Uria, Hilkiau dhe Masejau, në të djathtë Pedajau, Mishaeli, Milkejau, Hashumi, Hashbadana, Zakaria dhe Meshulami. Ezdra e hapi librin në prani të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tërë populli. Sa e hapi, tërë populli u ngrit në këmbë. Ezdra bekoi Zotin, Perëndin i madh, dhe tërë populli u përgjigj Amen, Amen. Duke ngritur duart, pastaj u përkulën dhe ran përmbys me fytyrë për tokë përpara Zotit. Jeshua, Bani, Sherebiau, Jamini, Akubi, Shabethai, Hodiau, Masejau, Kelita, Azaria, Jozabadi, Hanani, Pelajau dhe levitët ndihmuan popullin të kuptonin ligjin, ndërsa populli rrinte në këmbë në vendin e tij. Ata lexonin në librin e ligjit Perëndis në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij me qëllim që të kuptonin atë që lexoi. Nehemia, që ishte qeveritar, Ezdra, prif dhe shkrues, dhe levitët që mësonin popullin, i thanë tërë popullit: "Kjo ditë i shenjtrohet Zotit Perëndis tuaj, mos mbani zi dhe mos qani." Tërë popullin në fakt, duke dëgjuar fjalët e ligjit, qante. Pastaj Nehemia u tha atyre: "Shkoni, hani ushqime shumë të shijshme dhe pini vera të ëmbla dhe u çoni racione atyre që nuk kanë përgatitur asgjë, sepse kjo ditë i është shenjtruar Zotit ton. Mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj." Levitët e mbanin në heshtje tërë popullin, duke thënë: "Heshtni, sepse kjo ditë është e shenjtë, mos u trishtoni." Atëherë tërë populli shkoi të hajë, të pijë, të dërgoi racione të varfërve dhe të kremtoi me hare të madhe, sepse ata i kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar. Le të lutemi bashkë. O atë falemderit për këtë mëngjes, lutem Zot që të kuptojmë vlerën që ka libri i fjalës tënde. Falemderit që, o Zot, ti na ke ndryshuar përmes fjalës. Jo vetëm na ke dhënë jetë, na ke transformuar. Dhe ne dëshirojmë, o Zot, që t'japim lavdi ty, sa i takon të vërtetës tënde. Na bekon në këtë kohë së bashku, na hap sytë e zemrës. Edhe Zot, le të ndjekim atë që ti ke për ne. Të dua dhe lutem në emrin tënd. Amen. Le ta vendosim këtë skenë në kontekst, përndryshe nuk do ta kuptojmë sa pesh ka. Tani populli i Izraelit kishte qenë në mërgim për 70 vite në Babiloni. 70 vjet, mendoni pak, larg tokës së tyre. 70 vjet pa tempull, 70 vjet ku fjala e Perëndis lexoi rrallë, edhe më rrallë, kuptoi pak dhe jetoi akoma më pak. Një brez i tërë pa e ditur çfarë thoshte ligji i Mojsiut. Me të vërtetë të vjen keq. Pa i dëgjuar profetët në mënyrë të vazhdueshme. Me një mëmëdhe vetëm si në pralla me mbret, le të them, në mbrëmje, nipër, për shkakun që pyesin gjyshërit, i thoshin: "Po çfarë është tempulli? Kemi dëgjuar, ju na keni thënë që ne jemi një popull i veçantë." Dhe gjyshit me siguri përgjigjeshin me lot në sy. Pastaj, me lejen e perandorëve persian, një grup u kthye në Jeruzalem, filloi me Zorobabelin, nëse ju kujtohet historia e dhjatës vjetër. Edhe kjo ishte një gjë shumë e mirë, ata ndërtuan tempullin nga e para. Pastaj grupi i dytë ishte me Ezrën, një prift shkrues kompetent i fjalës Perëndis, thuhet në Bibël, që kishte kaluar vite duke studiuar shkrimet, dhe më në fund një grup tjetër me Nehemian. Edhe fjala e Zotit flet për këtë. Ishte një burr që punonte fillimisht rehatshëm në pallatin e mbretit. Pastaj, për shkak të dëshirës që kishte në zemër, Zoti e drejtoi që ai të shkonte lare Atin për të ndërtuar muret e qytetit të shenjtë. Tani kjo është situata. Muret janë ndërtuar, tempulli ka qenë në punë, por populli ende ka vesh të ngarkuar me 70 vite të kulturës babilonase në botë. Kjo është situata. Vesh të mësuar të dëgjojnë çdo gjë tjetër veç fjalës. A ju kujton gjë kjo histori? Po mua më kujton historinë tonë. 45 vjet komunizëm. 45 vjet nuk ishte pak. 23 vjet që nga viti 1967 deri në vitin 1990 kur u hap Shqipëria. Mendoni sa lutje janë bërë nga njerëzit në përbot. Vëllezërit, motrat, njerëzit anë mban botës për ne. Ku Shqipëria u shpall shteti i parë ateist në botë.
E dim historinë tonë. Bibla ishte ndaluar me kushtetut, ku të lutesh e ishte krim. Për shumë mendoni pak çfarë kishte bërë regjimi në atë kohë. Institucionet fetare u mbyllën, u shndruan në magazina, në kinema, në palestra. E a kjo u bë, kushdo që mbante një Bibël në shtëpi mund të shkonte në burg, një brez i terrorit pa një faqe të Biblës. Kjo është me të vërtetë prekse për ne. Pa dëgjuar emrin e Zotit, përveç se kur përmendej me përqeshje dhe me ironi. Në shumë raste. Pastaj në dhjetor të vitit 90 ranë muret. Amen? Lavdi Zotit. Apo jo, shumë misionar vërshuan edhe në Shqipëri, edhe u lejua për të parë që shqiptarët festonin Krishtlindjen pas 23 vitesh. Mendoni, edhe në prill të 91-shit regjimi komunist mund të themi që u shkërmoq fare, megjithëse filloi që në fillim, po erdhi liria, shumë misionar erdhën në Shqipëri. Lavdi Zotit për misionarin që erdhi hapi këtë kish. Amen? Shumë bekim. Do të jemi shumë mirënjohë Zotit. Ungjilli po përhapej, por le ta lë këtu për momentin, sepse vërtet ne mund të kemi kisha, mund të kemi salla, mund të kemi programe, mund të kemi konferenca, mund të kemi kalendar të mbushur me aktivitete dhe ngjarje, mund të kemi shërbesa të organizuara, por nëse nuk jemi në autoritetin e fjalës Perëndis, nuk do të kemi transformim, nuk do të kemi zell. Edhe pyetja është, a i kemi zemrat gati për të ndërtuar në fjalën e Zotit? Ju mund thoni, kemi vite që i dëgjojmë këto edhe fjala e Zotit është e tillë, ajo ka fuqi të na transformojë, ashtu është. Por unë duaj që të mendojmë pak për ca çaste në lidhje me Nehemian 8. Aty nuk u pa vetëm rindërtim muresh, por aty u vure një rindërtim zemre. Edhe me të vërtet kjo të prek, rindërtimi zemrave erdhi përmes fjalës, kur fjala u lexua, u kuptua dhe u jetua. Ajo që më bën përshtypje nga ky pasazh është që libri i Nehemias na tregon për një rizgjim. Dhe ai rizgjim nuk nisi me një ngjarje spektakolare. Nuk nisi me një profet i cili bëri që të binte zjarr nga qielli, nuk nisi me një mrekulli në qiell, ai rinisi kur një njeri hapi një libër para popullit. Kjo e bën të veçantë. Kur libri hapet, zgjohet populli. Jezusi na dha atë shëmbulltyr të përkryer, është një shëmbulltyr që ne besoj se e dim të gjithë, është shëmbulltyra e farës. Dhe foli shumë gjëra në shëmbulltyr, duke thënë, jam mbjellë si doli për të mbjellë, ndërsa ai po mbjellte një pjesë e farës ra për gjatë rrugës. Dhe zogjtë erdhën dhe hëngrën. Një pjesë tjetër anë gurishte, ku nuk ishte shumë dhe. Dhe mbiu me njëherë sepse dheu nuk ishte i thellë, por kur dielli u fishk dhe u tha sepse s'kishte rënjë. Po kur doli dielli, u fishk dhe u tha sepse s'kishte rënjë. Dhe një pjesë tjetër ra midis ferrave, dhe ferrat u rritën dhe ja zuan frymën. Por një tjetër ra në dhe të mirë dhe dha fryt. Njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Jezusi vetë shpjegon këtë shëmbulltyr. Fara, thot ai, është fjala e mbretërisë. Amen? Mbjellësi, kush është mbjellësi? Është ai që shpall fjalën, ëh? Në rastin konkret, ne dim kush është. Ndërsa toka është zemra e njeriut. Është zemra e njeriut. Tani po të shikoni, fara është e njëjtë. Mbjellësi është i njëjtë. Toka është e ndryshme. Edhe po të shikoni, kemi 4 lloje aty që përfaqësojnë zemrën e njeriut. Edhe pyetja që do të bëja unë sot në mëngjes për secilin për ne është, çfarë lloj toke jemi ne? Dakor, e kuptojmë nga ana doktrinare për çfarë bën fjalë ky pasazh, por nga ana praktike, çfarë lloj toke jemi ne? Çfarë lloj zemre kemi ne përpara Zotit? Një tokë rruge, e shkelur, e ngurtësuar nga koha, e lodhur nga mosbesimi, edhe e pandjeshme ndaj fjalës Perëndis, apo je tokë gurishte me emocione të shpejta që ndizen shpejt edhe vjen mbrëmja dhe s'ka më, pastaj nuk ka thellësi fjala e Perëndis brenda teje. Je tokë me ferra, ku hallet e ndryshme, merakjet, shqetësimet e botës, meraku i të ardhmes, se çfarë do të ndodhë me jetën tënde, me punën, me të ardhmen, çfarë
e mbysin çdo farë që Zoti ka mbjellë aty, apo je tokë e mirë, e lëruar, e butë, e pastër, ku fjala e Zotit jep fryt 30, 60 apo 100 fish. E pret fjalën me gëzim, edhe para se të fillojmë mbjelljen, duhet të kontrollojmë zemrën, është mirë. Është mirë të kontrollojmë zemrën. Dhe ky është qëllimi i konferencës javës që vjen, po sot do të shohim 5 shenja të një toke të përgatitur. Janë 5 shenja të një populli të rizgjuar nga fjala, 5 shenja që ndoshta Zoti po kërkon këtë javë të punoj në jetën tonë, edhe në këtë konferencë kaq të rëndësishme që ne do të kemi. Të mos mbeten vetëm letër, por le të shohim që të mund të jenë pjesë e jetës tonë. Do përmend 2 fjalë sot që janë refreni pasazhit është populli edhe libri, sepse që në vargun e parë thuhet atëherë tër populli u mblodh si një njeri vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave. I than pastaj shkruesit Ezra të sillte librin e ligjit të Mojsiut që Zoti i kishte dhënë Izraelit. Populli u rritur e kërkon librin. 3 detaje që mund na ikin shpejt, por janë të rëndësishme për t'i vënë. Detaji i parë, shikoni me vëmendje, tër populli u mblodh. Jo një grup besimtarësh entuziast, jo vetëm priftërinj, nuk u mblodhën vetëm priftërinj, nuk u mblodh thjesht një grup studimi Biblës, siç mund ta mendojmë, po tër populli u mblodh. Burra, gra, fëmijë, pleq, të rinj, të gjithë. Edhe vazhdon edhe thot si një njeri vetëm. Tani le t'ju pyes me sinqeritet, kur ishte hera e fundit që ne shqiptarët jemi pajtuar për gjithçka? Për shembull kur ulemi dhe flasim për futbollin, për shembull, ne burrat e dim këtë gjë kur ulemi në tavolinë, dikush është me Partizanin, dikush me Vllaznin, dikush me Tiranën, po jo vetëm kaq me skuadra ndërkombëtare. Ndonjëherë ka nevojë për ndihmën e Zotit. Aty në tavolinë varet si shkon debati, po për politikë pajtohemi ndonjëherë ne, për shembull, këtu ka nevojë vërtet për ndihmën e Zotit ndonjëherë. Është e vështirë kur debatojnë njerëzit për politikë. Un kam dëgjuar edhe sfundi kur isha ulur diku disa gra që bënin fjalë me njëra tjetrën kush i bënte ëmbëlsirat më të mira. E thash tani, e kupton, nëse burra që ankohen te kamarierët për cilësinë e kafes, gjëra të tilla, domethënë që ndoshta e dini mirë se si ndodhin këto midis nesh, por në rastin e popullit të Izraelit zakonisht ishte një popull i papajtueshëm, qaf fort. Me thënë drejtën, ne e dim këtë nga historia që ata i hëngrën kokën Mojsiut kur dolën nga vendi i Egjiptit. E dim shumë mirë një gjë të tillë. Një popull që në shkëtir murmuriste për çdo gjë. Po vetëm një herë u bashkuan rreth një gjëje. U bashkuan për fjalën e Perëndis. U bashkuan për fjalën e Perëndis, jo nga politika, jo nga sporti, jo nga tradita, por fjala e Perëndis i bashkoi. Dhe detaji i tretë dhe më i fuqishëm këtu që unë mendoj është që ata i thanë shkruesit Ezra të sillte librin e ligjit Mojsiut. Ezra nuk doli përpara tyre dhe thoshte unë tani dua t'ju them juve diçka, po ata kërkuan vetë. E kërkuan një gjë të tillë. Vetë kjo është një shenjë e rrezikimit vërtet kur populli fillon të kërkojë fjalën. Të kërkojë fjalën e Zotit. Jo thjesht këngë për t'i lëvizur, jo vetëm programe për t'i mbajtur të zënë në shërbim. Jo vetëm zëra të bukur për t'i emocionuar, por kur fryma e shenjtë punon, ashtu siç e shohim në Bibël, zemra fillon të ketë uri për atë që thot Zoti. Sa herë e kërkojmë ne librin, po përdor këtë fjalë që përdoret në këtë tekst. Sa herë gjatë javës e hapim Biblën, përveç të dielës. Sa herë lexojmë të paktën 2-3 kapituj. Sa herë në javë. Sa herë ka ndodhur që vjen të dielën në kishë dhe nuk mendon se çfarë do të hash për drek ose me këtë do të pish kafe mbas dite, por thua çfarë ka Zoti për të më thënë sot? Çfarë do të më mësoj ai? Te letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2 dhe vargu i 2 thuhet si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës që të rriteni me anë të tij. Tek Amosi 8 dhe vargu 11 thuhet ja do të vinë ditët thot Zoti gjatë cilave unë do të dërgoj urinë në vend. Jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit. Pra bëhet fjalë për
uri dhe përhetje. Mendoni pak, fjalët që përdor Zoti aty. Jo që të ushqesh pak, kur ke uri duhet hash. Kjo është puna e urisë, domethënë, sikur nuk e ngrën për disa ditë, po shpesh ne kemi një problem serioz. Edhe Zoti mos e dhënd, por një sëmundje shpirtërore që mjekësia e quan anoreksi. Kur mendon se je ngopur, edhe nuk ha. Japim shpirtit patatina, Coca-Cola nga bota. Dhe pastaj çuditemi pse s'kemi dëshirë për fjalën e Zotit. Ham çdo gjë, çdo rend, le të them që bota na servir dhe pastaj themi faleminderit, jam plot. Po plot me çfarë? Me lajme negative, plot me TikTok, plot me Facebook, plot me rrjetet sociale, plot ankesa nga kolegët, plot drama këtej nga lagja, plot seriale në Netflix, seriale turke që zgjasin 5 sezone dhe nuk mbarojnë kurrë, por bosh nga fjala. Bosh nga fjala. Pastaj çuditemi pse jemi të dobët shpirtërisht. Çuditemi pse mëkati na mund, çuditemi pse martesat dobësohen, çuditemi pse fëmijët largohen nga Zoti, çuditemi si ai që ha vetëm fare lule dielli dhe mendon që do të arrijë rezultate për të bërë kampion, për shembull, ka të tillë që ndoshta e mendojnë këtë, po e them në mënyrë metaforike. Je çfarë ha apo jo? E dim këtë shprehje ne shqiptarët. Kur telefoni bie, e kemi aty në tavolinë, me njëre marrim, a thua se po, le të them, po vendoset fati botës. Ndërsa kur kemi Biblën aty në tavolinë, na duket sikur kemi ndonjë faturë për të paguar. Sa herë na bie bateria e telefonit, na ka paniku, arrin aty 5% për shembull, ku është karikuzi, ku është kabli, ku është priza. Ndërsa kur bateria jon shpirtërore ka rënë, thjesht themi jam i lodhur, mirë jam, po jam pak i lodhur. Jo, nuk je thjesht i lodhur, ndoshta ke nevojë të ushqehesh me fjalën e Zotit. Ke nevojë të ushqehesh shpirtin, nëse ushqimi i vetëm shpirtëror është vetëm një herë në javë apo një herë në muaj, je një foshnjë e keq ushqyer. Interesante, lexuam vargun këtu, ja ku e kemi. A bërtasim ne ndonjëherë sepse duam vërtet kemi pasion për fjalën e Perëndisë, e them bërtasim sepse ja kjo puna e foshnjës, për shembull një foshnjë nuk thot 4 herë në ditë, për shembull sikur të kishte gojë, thoshte shiko, besoj se erdhi koha të ushqehem. Kur atë e merr uria, i shqyen mushkrit, duke qartë, duke bërtitur, duke u lëritur. Po kështu bën, patjetër. Po ne si besimtar, a bërtasim ndonjëherë për fjalën? A kemi atë pasion? Apo presim një javë pa e hapur Biblën dhe nuk ndjejmë asnjë ndryshim? Tani ju kujtohet profeti Jeremia, ai pati një moment të errët në jetën e tij, u refuzua nga njerëzit. Mbreti ishte ai që dogji rrotullat e fjalës Perëndisë. Edhe shikoni si u shpreh, i thot, me të gjetur fjalët e tua, thot, i përpiva, i hëngra, kjo është ideja. Fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt thirret mbi mua, o Zot, Perëndi i ushtrive. Gjuhë e fortë. Jeremia tha diçka shumë të veçantë, i përpiva fjalët, i hëngra. Kjo është ideja. Ai nuk tha i admirova fjalët, i fotografova fjalët, i krahasova fjalët, apo i mora në konsiderat, ai tha i përpiva fjalët e tua. E hëngri fjalën, e gëlltiti, u bë pjesë e tij, siç është ushqimi apo jo. Buka që bëhet gjak dhe mish, nuk përmend fjalën dhjam aty, se zakonisht përmendin dhjamin ne, po. Fjala e Zotit nuk na jepet vetëm për ta vështruar nga larg. Nuk na jepet fare për atë, në fakt na jepet për ta përvetësuar, për ta përtypur, që ajo të futet në palcën e jetës tonë, në brendësitë të jetës tonë. A e ham ne fjalën e Zotit, a e përvetësojmë, a e përtypim fjalën e Perëndisë,
apo vetëm e admirojmë, e shohim nga jashtë, si të ishte një tort në vitrinën e një pasticërie për ata për ju që i pëlqejnë ëmbëlsirat. Kuria e vërtet nuk është pasive, ajo është aktive. Shikoni si flitet e libri Fjalëve të Urta kapitulli 2 thuhet biri im në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhrimet e mia, duke i vënë veshin diturisë dhe duke prirur zemrën ndaj arsyes. Po, në rast se kërkon me ngulm gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirëkuptim, në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur, atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndis. Pra kërkon si argjend, kërkon si për një thesar. Njerëz që mezi presin të fitojnë ca lekë që të ushqehen, edhe duan të punojnë, duan të rrëmojnë edhe për të gjetur para. Kjo është ideja. Do të thënë e dëshirojnë një gjë të tillë fort. A e dëshirojnë në kështu fjalën e Zotit si diçka shumë jetësore, ashtu siç është në të vërtetë. Në fakt është mbi çdo gjë. Te Psalmi 119 dhe sikur të zotëroja gjithë pasuritë, fjala jote është më e çmuar. Fjala e Zotit është më e çmuar se çdo gjë tjetër. Romakët 10:17 vargu 1 besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë dhe besimi nuk vjen nga opinionet, nuk vjen nga algoritmet, nuk vjen nga thashëthemet, nuk vjen nga debatet pafund në rrjetet sociale, por besimi vjen nga fjala e Perëndisë, thot Bibla. Edhe nëse besimi është i dobët, ndoshta ke pak ose as pak nga fjala e Perëndisë. A do të kesh besim, sikundër e tham javën që kaloi? Lexo Biblën. Sepse besimi vjen nga fjala e Perëndisë. A keni humbur ndonjëherë çelësat? I keni humbur çelësat ndonjëherë? Por e ku nuk shikoni? Ku nuk e kaloni dorën, mbi divan, anash divanit, anës jastëkëve, poshtë divanit ose koltukut, varet çfarë keni. Ore të ngrini ca gjëra, ngrini peshë ndonjë gjë që keni 10 vjet pa e lëvizur për ta gjetur, për t'i gjetur çelësat, sepse pa çelës nuk hyni dot në shtëpi, nuk hyni dot në makinë, nëse janë çelësat e makinës, po sigur të humbni fëmijën. Ne na ka qelluar një herë kur ishim nga fusha aviacionit, kishim dalë për të ndarë disa broshura, edhe po ndanim ungjillin me njerëzit. Dhe një nga fëmijët tanë iku, nuk ishte më aty. Po ju ka, patjetër u bëm merak, filluam pyesnim njerëzit, ishim gati për të bërtitur me emër, ku je? E gjetëm, patjetër, po nëse ju ka ndodhur juve, unë kam parë në qendër tregtare dikujt për shkak që i humbi fëmia, ai filloi të bërtiste. Jo vetëm pyeste njerëzit, po filloi të bërtiste atje, duke thirrur në emër. Them botët përmbys për ta gjetur. E kjo është. Derisa ta kërkojmë fjalën e Zotit me të njëjtën pasion që i kërkojmë ato çelësat që na kanë humbur apo fëmijën, nëse keni provuar ndonjëherë, asnjëherë nuk do të ketë vlerën e saj të vërtetë. Po i harrojmë nevojën që ne kemi për fjalën e Zotit. Sa nevojë që kemi. A jemi të uritur? Po ti jesh i ndershëm edhe thua, jo nuk jam i urritur, mos u dorëzo. Po ndoshta duhet i lutesh Zotit. Fillo lutju atij, sot, Zot më jep uri për fjalën tënde. Më shkëput nga ajo ngopje e rreme që kam. Dua të kem uri për fjalën. Më largon nga ato gjëra që më mbushin, pa më ushqyer vërtet. Zot, më bëj sërish të uritur. Punon në zemrën time. Punon në zemrën time. Së dyti, populli për ullur e nderon librin. Shikoni në vargun 56 çfarë pamje e fuqishme aty. Shikoni gjithë populli ngrihet në këmbë sa hapet libri. Bekojnë Zotin. Thon amen, amen. Jo vetëm kaq, por ngrejnë duart, pastaj përkulen, pastaj bien përmbys me fytyrë për tokë dhe ky nuk është një teatr fetar, nuk është një koreografi e mësuar për mendesh. Në fakt është përgjigja një populli që e dinte që kur hapet fjala, nuk po dëgjohet thjesht zëri një lexuesi, po nderohet Zoti që flet. Sot ne jetojmë në një kulturë që e trajton gjithçka të zakonshme, gjithçka duhet të jetë e shpejtë, e konsumueshme, e kalueshme. Ka besimtarë që mendimin e Zotit e kërkojnë në Google, përgjigjen për jetën e kërkojnë në një video në internet nga një i panjohur për 30 sekonda.
Apo këshillën shpirtërore marri nga një influencer që nuk dihet nëse është besimtar ose jo. Por fjala e Zotit nuk vjen si një klip kështu 30 sekondesh me ato shorts që kalon me gisht lart, ajo vjen me peshë, ajo vjen me autoritet, ajo vjen me jetë. Shikoni tek libri i profetit Isaia, thotë tërë këto gjëra i ka bërë dora ime dhe të gjitha kanë ardhur në ekzistent sot, thot Zoti, mbi kë pra do të kthej shikimin tim mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet thot nga fjala ime. Të dridhesh para fjalës nuk do të thotë që të jetosh me një frikë të sëmur, besoj se e kuptojmë. Nuk trembemi si fëmia që i tregon një prallë dhe thua ai ka frikë pastaj nga ujku që ëngri gjyshen e sulkuqes. Kush e ëngri, do të thënë ujku ëngri vetëm gjyshen apo edhe sulkuqen? Vetëm gjyshen ëngri. Hajde, ja. Nëse. Po pse me këto merremi ne? Interesante si thot fjala e Perëndis. Mbi atë që është i përulur, që ka frymë të penduar, mbi atë do ta kthej shikimin tim dhe dridhet thot nga fjala ime. Dridhet nga fjala ime. Do të ta marrësh Zotin seriozisht, ta kuptosh që kur hapet Bibla, po hyn në praninë e tij që me një fjalë krijoi gjithë universin. Në praninë e atij që me fjalën u hap deti i kuq. Amen? Le ta mendojmë këtë gjë. Dhe sigurisht që ne do kemi një kopje të Biblës të printuar dhe lavdi Zotit për këtë. Po e dim nga ana tjetër që ne nuk adhurojmë letrën, nuk adhurojmë bojën, nuk adhurojmë kopertinën apo formatin, se objekti nuk është i magjishëm në vetvete, sepse kjo do të ishte idhujtari apo jo? Jo nderim, por themi diçka shumë të thellë dhe të thjeshtë nga ana tjetër. Zoti ka zgjedhur të na flasë përmes shkrimit, përmes fjalës. Kur hap Biblën, ne po hapim një derë ku Zoti ka vendosur të takohet me ne. Dëgjojmë zërin e tij. Edhe të kemi atë qëndrim që kishte Samueli i vogël, apo jo? I ri ishte në mosha ai. Folo Zot, sepse shërbëtori yt dëgjon. Ky duhet të jetë qëndrimi. Zoti nuk na thret që ne ta admirojmë fjalën, atë që do të kemi në dorë. Por Zoti dëshiron që ne të nënshtrohemi autoritetit fjalës. Kjo është dëshira e Perëndis. Zot, çfarë po më kërkon të ndryshoj? Kjo është dëshira e tij. Dhe së treti, populli i vëmendshëm e kupton librin. Shikoni çfarë ndodh këtu. Janë këta emrat që për momentin po i kaloj se i kam lexuar sot. Të gjithë këta, po levitët, këtë dua të them këtu, e ndihmonin popullin të kuptonte ligjin. Ndërsa populli rrinte në këmbë në vendin e tij, ata lexonin në librin e ligjit të Perëndis në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij me qëllim që të kuptonin atë që lexohej. Kjo është pjesa më e bukur e gjithë rrëfimit për mendimin tim që kemi këtu në Bibël. Ata jo vetëm e lexuan, por e bën të kuptueshëm, që njerëzit ta kuptonin. Tani nga ana historike, populli i Izraelit pas 70 vitesh robërie në Babiloni, kishte humbur shumë nga njohja e gjuhës hebraike. Ata flisnin aramaisht, është një dialekt i gjuhës në fakt. Edhe mendonin që hebraishtja po bëj si një gjuhë liturgjike për ta. Edhe ja ku kemi levitët, të cilët shpjegonin gjuhën, sepse ata mund të kuptonin vetëm tingullin e fjalëve, ai brez që ishte rritur aty. Hebraishtja nuk duke sigurisht e gjuha e zemrës, apo gjuha e fëmijëve që mësonin nga nëna. Por çfarë ndodhi? Levitët e përkthenin nga hebraishtja në aramaisht, shpjegonin dhe kuptimin e fjalëve, që këta ta merrnin vesh për çfarë bëhej fjalë kur Ezra lexonte. Edhe kjo po ndodhte aty. E sillnin në gjuhën që njerëzit jetonin për ditë. Kjo është e bukur. Prandaj ne duhet jemi shumë mirënjohës Zotit për fjalën e tij që e kemi në gjuhën tonë. Amen. Ky është një bekim i madh. Tek Psalmi 119 dhe vargu 130 thuhet
zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Dhe fjala zbulim aty ka lidhje me atë çfarë fjala e Zotit bën brenda nesh, kur ajo depërton brenda qenies tonë. Kur ajo na ndriçon, na jep mendje, sepse Zoti e dha fjalën e tij që ajo të bëjë e qartë, të kuptojë, jo që të ishte mistike apo e fshet, fjala e Perëndis. Jo që të ishte misterioze, ai e dha që të kuptohet, që të besohet, që të zbatohet. Prandaj thuhet diçka këtu për Ezrën, një portret i jashtëzakonshëm i këtij njeriu. Shikoni, në vërtet ishte kushtuar, thotë, me gjithë zemër, vinëre 1 të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte, 2 dhe ta mësonte, të mësonte në Izrael, 3 statutet dhe dekretet. Kjo renditja, së pari është ta studionte, ta zbatonte, ta mësonte. Interesante. Ai nuk u mësonte të tjerëve atë që nuk e zbatonte. Për veten e tij. Shumë e bukur këtu. Ai nuk mësonte atë që nuk e kishte studiuar. Një person shumë i veçantë, jo së pari të flasësh, por së pari të studiosh, jo vetëm të dish, por edhe të zbatosh, dhe vetëm pas kësaj mund të mësosh të tjerët. Është një renditje vërtet e bukur që shohim këtu, është si një rend për ne, për të gjithë ne që mësojmë fjalën e Zotit, që ua mësojmë të tjerëve. E studiojmë, e bëjmë vetë, e zbatojmë, edhe Zoti na jep urtësi për t'ua mësuar të tjerëve atë gjë që ne zbatojmë në jetë. Është diçka shumë e bukur që shohim si një ilustrim që së pari zemra duhet ta kuptojë fjalën e Perëndis dhe kuptimi nuk ndodh automatikisht. Unë mbaj mend historinë, ju kujtohet veprat e apostujve 8 kur Filipi shkoi dhe ndoqi atë që quhej eunuku Etiopas apo jo. Edhe arriti aty, ai ishte në karrocë dhe po lexonte diçka nga profeti Isaia. Edhe si tha Filipi, edhe a e kuptoni tha atë që lexon? Si u përgjigj ai? E si do ta kuptoja, tha, nëse nuk kam dikë që të më tregoj, të më drejtoj. E në fakt është e bukur kjo që është një përgjigje që na duhet ta mësojmë, sepse duhet përulësi, më duhet ndihmë, më duhet shpjegim, më duhet ta kuptoj fjalën e Zotit, më duhet dikush që ta hap kuptimin. Edhe e them me sinqeritet, ka një ndryshim midis të lexuarit dhe të kuptuarit të shkrimit. Unë mbaj mend veten time në fillimet e mia kur fillova të lexoja Biblën, po lexon librin e Zanafillës. Është libër i bukur, ka histori, ka ngjarje aty përveç krijimit, se si vazhdon pastaj libri i Eksodit, ka dram, ka ngjarje aty, ka histori të manitshme, për shembull hapja e detit kuq apo ato mrekullitë që Zoti bëri në shkërtir. Pastaj vjen te Levitiku, aty sikur frenohet, edhe kushdo që ka lexuar librin e Levitikut pa shpjegim, ka rrezikuar që të bjerë në gjumë të thellë. Edhe të zgjohet në parajs, pastaj hutuar, thonë, çfarë humba? Bibla nuk është libër falli, nuk është rulet frymërore. Çfarë duhet them me këtë? Që ne nuk e hapim Biblën kuturu, vëm gishtin edhe themi çfarë do të më flas Zoti sot. Edhe mendojmë që duke vënë gishtin në një varg të shkrimit, atëherë i zgjidhëm problemet tona financiare, konfliktet, do të marrim vendimin e dur sepse vum gishtin mbi një varg në Bibël. Nuk duhet të jetë kështu. Në fakt, po sikur të thuash pastaj që unë i kërkova Zotit ngushëllim dhe më doli gjykim aty te vargu, ose e hapa për paqe dhe më doli luftë. E hapa për inkurajim, vura gishtin e më çoi prapë tek Levitiku, prapë me Levitikun. Shkrimi nuk trajtohet si një orakull. Në fakt mësojmë, dëgjojmë, studiojmë edhe pyesim. Çfarë thot ky varg apo ky pasazh? Çfarë më tregon Zoti? Për çfarë po flet ai? Çfarë po zbulon në zemrën time? Çfarë duhet besoj? Çfarë duhet braktis? Çfarë duhet të bëj Zot? Kështu lexohet fjala e Perëndis. Dhe ne kemi nevojë për frymën e tij. Prandaj Jezusi tha, ngushëlluesi fryma e shenjtë që Ati do ta dërgojë në emrin tim, ai do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thash. Sa e bukur, sepse Bibla nuk hapet rastësisht për të gjetur një fjali magjike.
por duhet që ne ta kuptojmë fjalën e Perëndisë. Prandaj Zoti na ka vendosur me njëri tjetrin. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Patjetër Zoti na ka dhënë fjalën, na ka dhënë frymën e shenjtë, edhe ne duhet ta lexojmë, duhet ta studiojmë Biblën, është e padiskutueshme një gjë e tillë. Por ne kemi nevojë për kishën, ne kemi nevojë për predikimin, ne kemi nevojë për studim biblik, për vëllezër motra që na ndihmojnë, për njerëz që duan Zotin, që janë të mençur, mësues, të pajisur nga fryma, për shoqëri, njerëz, vëllezër dhe motra që na motivojnë dhe na inkurajojnë që ne të drejtohemi te shkrimi, tek fjala e Tij, për të gjetur mendjen e Zotit. Ne kemi nevojë për këto gjëra. Ka disa pengesa që na mbajnë larg nga kuptimi i fjalës. E së pari është kur ne nuk i japim vëmendje shkrimit. Shikoni te Nehemia, kapitulli 8 dhe vargu 3. Pastaj lexoj në sheshin që ndodhet përpara portës ujrave, nga Agimi deri në mesditë, përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin, dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje, thuhet, librin e ligjit. Por për sa kohë lexoi Ezra, shikoni me vëmendje. Nga Agimi në mesditë mund të ishin 6 orë, nuk e di. Ora 6 ndoshta le të them kështu Agim deri në mesditë, ora 12. 6 orë. Në këmbë ata. Mendoni. Tani ne do të kemi konferencën në datën 3 maj. Do të jemi këtu dhe paradite dhe mbasdite, nuk do të jemi 6 orë në këmbë. Duke dëgjuar fjalën, patjetër jo. Do të ndahet, po bëj lajmërimin tani për konferencën. Prandaj lash. Do të ndahet në 2 pjesë, do të jetë paradite me 2 seanca, me një pushim në mes, si 30 minuta, nga ora 10 deri sa të shkojë 12:30, varet nga koha, me një pushim në mes, 2 seanca, 2 takime në shërbesën e paradites. Pastaj do të jetë drega pushim, mund të shkoni në shtëpi, të hani bukë, të shlodheni si të dëshironi ta shpenzoni kohën, dhe në 5:30 do të takohemi prapë këtu. Do të bëjmë të njëjtën gjë. Mirë? Kështu. Kështu që nuk do jetë fiksi kjo që lexojmë këtu, po do të jemi ca kohë bashkë të dielën. Mirë? Po përpiqemi të marrim masat që të kalojmë një kohë vërtet shumë të mirë, por të përqendruar aty ku duhet. Dakor? Tek mesazhi i fjalës Perëndisë. Po këta njerëz këtu ishin të vëmendshëm. Këta nuk kalonin nga një ekran të tjetër, nuk kontrollonin njoftimet, nuk hapnin dhe mbyllnin aplikacione. Këta këtu tek Nehemia. Por ishin të vëmendshëm. Ishin të vëmendshëm. Se fjala e Zotit nuk është fast food shpirtëror. Fjala e Zotit kërkon vëmendje, kërkon kujdes. Edhe kërkon përsjatje. Psalmi 1 thotë që njeriu i bekuar është ai që përsjat ditë e natë mbi ligjin e Zotit. Amen? Mendon ditë e natë për ligjin e Tij. Kërkon kujdes fjala e Zotit. Së dyti është një pengesë për të kuptuar, është pengesë që njeriu nuk e kupton fjalën, kur nuk e kupton është për shkak krenarisë. Njerëz që duan, ose le ta them ndryshe, që nuk duan të drejtohen, thotë nuk kam nevojë për këtë gjë, nuk kam nevojë për atë gjë, nuk kam nevojë, i mësoj vetë gjërat. Nuk kam nevojë për filanin, për shembull, pse? Unë i mësoj vetë, i di vetë. Nuk duan të pyesin, nuk duan të udhëhiqen. Nuk kam nevojë për asgjë. Kur Zoti na ka dhënë trupin, amen? Kishën lokale, me mësues, me barinj, me shërbëtor, me vëllezër motra që janë të pjekur për ndërtimin e njëri tjetrit, dhe kur ne refuzojmë trupin, ne refuzojmë projektin e Zotit për kishën lokale. Qëllimin e Tij, pse e vendosi trupin e Tij, që ne përfaqësohemi dhe jemi. Dhe pengesa e tretë që ne nuk jemi të prirur të kuptojmë fjalën është pikërisht mëkati i patrejtuar. Shikoni, kur zemra është larg Zotit, te Veprat e Apostujve kapitulli 28 dhe vargu 17, ishte pali që ai takohej me judenjt vazhdimisht. Edhe ai citon në fakt nga Dhjata e Vjetër, profeti Isaia, edhe u thot judenjve aty, zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme, janë bërë të rënd nga veshët për të dëgjuar. Kanë mbyllur sytë e tyre që të mos shohin me sy, të mos dëgjojnë me vesh, dhe të marrin vesh me zemër dhe të kthehen dhe unë t'i shëroj.
Pse? Sepse fillon me zemrën. Zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme. Për shkak se zemra është bërë e pandjeshme, janë bërë të rënë nga veshët për dëgjuar, kanë mbyllur sytë e tyre. As nuk dëgjojnë, as nuk shohin. Sepse zemra e tyre është bërë e pandjeshme. Është bërë e pandjeshme. E Zoti dëshiron që ne ta pastrojmë zemrën. Të heqim ato ferrat, ato barishtet, ato mëkatet, ato problemet që kemi, ato shqetësime të botës. Të kemi një zemër gati për fjalën e Perëndis. Nuk është turp të thuash, kam nevojë të kuptoj më qartë. Turp është të kalosh pranë Biblës tërë jetën edhe të mos kesh kuptuar asgjë. Them pranë, sepse ndoshta ke nevojë ta marrësh edhe ti jesh aty mbi të, duke lexuar, duke kërkuar nga fjala e Perëndis. Edhe një kishë që e kupton fjalën nuk manipulohet lehtë. Nuk humbet, nuk ftohet ndaj Zotit. Dhe së katërti populli prekur nga e vërteta jeton librin. Po të shikoni vargun në Nehemia që ishte qeveritari, Ezra prit dhe shkrues dhe levitët që mësonin popullin, i thanë tër popullit, kjo ditë i shenjtrohet Zotit, Perëndis tuaj, mos mbani zi dhe mos qani. Tër populli në fakt duke dëgjuar fjalët e ligjit qante. Edhe kur fjala u kuptua, populli filloi të qante. Nuk qanin sepse u emocionuan nga atmosfera. Unë jam i sigurt për këtë, jo sepse muzika ishte e bukur, që kishin dëgjuar muzikë apo ndonjë gjë tjetër, jo sepse Ezra kishte një zë të magjishëm, por sepse për herë të parë ata e kuptuan sa larg kishin qenë. Sa shumë e kishin shkelur fjalën, sa shumë kishin nderuar idhuj, sa shumë kishin lënë pas dore këshillat e Zotit, sa shumë e kishin mëshiruar veten dhe sa pak e kishin nderuar Perëndin. Edhe fjala nuk ishte informacion për ta, ishte transformuese. Jo thjesht u pëlqeu fjala, por i theu në zemër. Fjala e Zotit i kapi, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese. Amen? Ajo është më e mprejtëse se çdo shpatë me dy te dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palceve, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Fjala nuk është vetëm dritë, shpatë. Është shpatë, amen? Kur kemi qara, ka ndodhur ndonjëherë të kesh qarë përpara fjalës Perëndis për diçka që ai të ka kërkuar ose të flet? Ndoshta zemra është ngurtësuar. E dëgjon fjalën, por nuk e ndjen. Edhe megjithëse mund të kesh në kish për vite, mund të kesh qenë në kish për vite me radhë. A mund të lutesh, Zot, më jep një zemër të butë sërish. Më bëj Zot të ndjeshëm, të dhemshur. Më bëj të shoh mëkatin tim, më lër të kuptoj, Zot, më bëj të kuptoj fjalën tënde. Fjala nuk na plagos që të na shkatërroj, por na plagos që të na shëroj. Fjala e Zotit është shpatë gjithashtu. Kirurgu që bën operacione apo jo, ka bisturinë e vet kirurgut. Edhe ajo duhet për të hequr aty burimin e smundjes. Nuk diskutohet. Ndërhyrje kirurgjikale, edhe Zoti pa diskutim përmes fjalës do që të na çojë në pendim, në falje, në liri, në gëzim, po patjetër na dhem, sepse Zoti na prek aty te nervi i mëkatit. Nuk diskutohet. Ka dhimbje. Na vjen turp sepse ndërgjegja zgjohet. Është e vështirë sepse shkrimi na i çmonton të gjitha ato shfaqësime që ne përdorim përpara Zotit. Fjala e Zotit ka fuqi. Po trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim, thuhet në fjalën e Zotit. Aty thuhet për shpëtim, por kuptojmë që parimi është aty që ne kur pendohemi ose kur trishtohemi sipas Perëndis, nuk ka gjë më të mirë. Shpeshherë ja vlen të mërzitemi, të shqetësohemi, sepse kjo na bën të reflektojmë. Na bën të reflektojmë. Themi, Zot, ke diçka për të më mësuar. Po kur fjala të thyen, mos ik nga dhimbja, lëre të bëj punën e saj. Jakobi kapitulli i parë, shikoni me vëmendje, thotë, por bëuni bërës të fjalës, jo vetëm dëgjues që gënjen vetveten,
sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që vështron fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai vështron veten dhe ikën dhe menjëherë harron si që, ndërsa ai që do të përkulet për të parë në ligjin e përsosur të lirisë dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lum në veprimtarinë e vet. Shikoni pasqyrën. Kjo është ajo figurë e fuqishme që fjala është pasqyrë. Për besimtarë që mund të kenë 30 vite që i kanë besuar Krishtit. Edhe nuk kanë ndryshuar as 1 milimetër. Pse? Sepse për ta predikimi është si një parashikim moti. Ka vranësira, mund të ketë shi, por kjo nuk mund t'ikon mua. Edhe Jakobi thot, fjala është si pasqyra, dhe kur ngrihemi në mëngjes shikojmë pasqyrën, gjithë i dim këto gjëra, nëse kemi 47 qime që janë në drejtime të ndryshme, a lëvizni me rati jashtë me njëherë, apo nëse keni ato makaronat që ëngret dje me spinaqe, ku diun me çaj bët, dhe keni gojën, a thoni për shumë, po kështu jam unë Zoti e di, ai më njeh. Jo, rregullohemi, besoj se rregullohemi. Apo kur vim në shërbes themi që sa mirë se ky predikim ishte për filan person. Ai kishte nevojë që ta dëgjonte këtë, apo duhet ta dëgjoj gruaja ime, apo gruaja thotë duhet ta dëgjonte burri im këtë predikim. Ose ata që grinden më shumë, nuk e di si është puna. Zoti thotë, po ty ç'të bëri ky mesazh? A të foli ty? Sepse shumë besimtarë përdorin Biblën si dylbi për mëkatet e të tjerëve, po jo si pasqyrë për zemrën e tyre. Mos pyet pse zemra jote nuk ka paqe, kur nuk e fal tjetrin. Jini të mirë dhe të përdullyeshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Mos pyet pse je i raskapitur, kur, si thuhet e letra e parë e Pjetrit, kur nuk e hedh merakun mbi Zotin. Nuk e hedh shqetësimin tënd mbi ta. Mos pyet pse fuqia shpirtërore është dobësuar kur vazhdon të flirtosh me kompromisin, me mëkatin, me shoqëritë gabuara, me gjëra që të turbullojnë ndërgjegjen. Edhe mos pyet nëse nuk po ndryshon, nëse je vetëm dëgjues i fjalës. Edhe Zoti nuk po punon, nuk po bën një hap të vetëm bindje. Mos bindja e zgjatur e mpin shpirtin. E mpin shpirtin. Edhe le ta them në mënyrë letrare, po vonesa është shpesh forma më e sjellshme e mosbindjes. Nëse Zoti të kërkon sot të falësh dikë, bëje sot. Nëse duhet rrëfesh diçka përpara Zotit, bëje sot. Mos e vono për nesër. Rrëfeje, mos thuaj kur të jem gati. Ndoshta ke nevojë këtë javë për pajtim, për rrëfim, për të hequr dorë nga një mëkat i fshet. Bëje sot. Ke nevojë për altarin tënd çdo ditë në shtëpi. Që të lavdërosh Zotin, për të kaluar kohë me të. Ja ku jam Zot, më thyej, po dhe më shëro. Edhe Zoti është Zot, edhe sfundi, populli i gëzuar e ndan librin, nuk do zgjatemi këtu, por shikoni fjalët e fundit, vargjet e fundit në këtë pasazh, pastaj Nehemia u tha atyre, shkoni hani ushqime shumë të shijshme dhe pini vera të ëmbla dhe u çoni racione atyre që nuk kanë përgatitur asgjë, sepse kjo ditë thotë i është shenjtëruar Zotit tonë. Mos u trishtoni sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj. Nuk do predikoj për këtë varg tamam, se vërtet do shumë kohë që të merresh me këtë, por thotë levitët e mbanin në heshtje, tër popullin duke thënë heshtni, sepse kjo ditë është e shenjtë. Mos u trishtoni, atëherë tër populli shkoi të hajë, të pijë, të dëgoi racione të varfër dhe të kremtoi me are të madhe, sepse ata i kishin kuptuar. Kjo është arsyeja. Ata i kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar. Pas lotëve vjen gëzimi, ne e shohim, pas bindjes vjen forca, pas kuptimit vjen kremtimi, ata tani po gëzojnë, edhe vini diçka shumë të rëndësishme, gëzimi i tyre nuk ishte sentimental. Nuk ishte artificial, ai lindi nga kuptimi i fjalës. Për shkak se ata i kishin kuptuar, thuhet, i kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar.
Pra kur zemra e kupton Zotin, gëzimi nuk është i detyruar, është i natyrshëm. Kur ne kuptojmë fjalën e tij, gëzimi lind natyrshëm. Edhe ndonjëherë besimtarët mendojnë që thellësia biblike dhe gëzimi janë dy gjëra që janë kontradikt me njëra tjetrën. Sepse mendojnë që sa më shumë të dish nga fjala aq më i ngrysur do të jesh. Jo, në fakt nuk është kështu. Nehemia 8 tregon të kundërtën. Populli që dëgjoi, qau, u pendua dhe kuptoi. Ishte po ai popull në fakt që pastaj u gëzua shumë. Dhe ja ku e kemi në këtë pasazh. Fjala e Zotit nuk e vret gëzimin, po e bën më të lirë. Edhe më të shëndritshëm. Te Luka kapitulli 24 dhe vargu 32 e kuptojmë koha kur Jezusi ishte me dy dishepujt që po shkonin rrugën për Emaus, besoj se mbani mend historinë. Edhe çfarë bënte Jezusi? Jezusi hapte shkrimet apo jo? Duke u shpjeguar atyre se si Mesia duhet të vdiste dhe duhet të ringjallej, edhe ata i thanë njëri tjetrit, nuk na digjej zemra për brenda kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet. Dhe kjo djegja e zemrës kuptohet edhe në kontekst, që kur këta dishepujt pastaj takuan dhe të tjerët, ata u gëzuan të gjithë. U gëzuan të gjithë. E sinqerisht, kur kuptuan se kush ishte ai, të djeg zemrën. Një gjë e tillë edhe. Kur ishte era e fundit që zemra jote u dogj nga një varg në Bibël, nga një fjalë e Zotit. Edhe atë që shohim në këtë pasazh është që populli nuk e mbajti gëzimin për vete, dërgoi racione atyre që nuk kishin përgatitur asgjë. Edhe me të vërtetë, këtu shohim që ata që u mbushën dhe të tjerë, dhe fjala e kuptuar, këtë dua të them, ky është mesazhi i kësaj pike, që fjala e kuptuar prodhon bujari. Është shumë e veçantë një gjë e tillë, të bën që të ndash atë gëzimin, atë bekimin, atë që Zoti ka bërë brenda teje, dhe kjo ishte prova e fundit, testi i gjithçkaje. Nëse fjala e Zotit ka prekur vërtet, nuk mund ta mbash për vete. E ndan me të tjerët. Ne do të mblidhemi javën që vjen të dielën në konferencë. E do të flitet për fjalën e Zotit, pa diskutim. Sa bekim që mund ta kemi. Po urdhri që kemi marrë nga Zoti është ta shpërndajmë fjalën. Ta përhapim fjalën, tu tregojmë të tjerëve për shkak të gëzimit që Zoti ka vënë brenda nesh. Sepse gëzimi në Zotin është forca jonë, është fuqia jonë, dhe sepse kjo Bibël, Kristoforit e dytë, nuk u bë për bibliotekën tonë. U bë për shtëpitë tona, për lagjet tona, për fshatrat tona, për kombin ton, u bë për fqinjen që nuk ka dëgjuar kurrë ungjillin, u bë për kushëririn tënd që e mendon krishterimin si një traditë, u bë për nipin tënd që nuk e ka hapur kurrë Biblën, u bë për kolegun në zyrë që të pyet vazhdimisht, të pyet ty vazhdimisht pse beson ti dhe ti nuk je përgjigjur akoma. Nëse ka ndodhur kështu. Fjala e Zotit është për të gjithë. Është për të gjithë. Edhe ashtu siç lexohet në këtë pasazh, fjala e Krishtit të banojë në ju me begati, thot, në çdo urtësi, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne, këngë frymërore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Dhe fjala e Zotit thot banoft në ju me begati, jo me pakic, jo vetëm në kish, jo vetëm në predikim, por me bollëk. Fjala e Zotit. Në ajrin e shtëpisë, në tonin e bisedës, në mençurinë e vendimeve, në disiplinën e jetës, në buzëqeshjen që japim atij që ka nevojë, në ndjeshmërinë, në këmbguljen që kemi në lutje, në bujarinë që tregojmë me atë që ka nevojë. Edhe ja një urdhër prindëror nga dhjata e vjetër, ku jemi këtu. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde, do të ngulitesh bivet të tu, do të flasësh për to kur i ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Ja një tjetër inkurajim, se nuk ka nevojë për koment këto vargje, se i dim Josueu 1:8 thotë ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote. Mendohu për të ditën natë duke kërkuar të veprosh sipas gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. Fjala e Zotit është ushqim për jetën. Fjala e Zotit është dritë për rrugën. Fjala e Zotit është shpatë për betejën. Fjala e Zotit është far për frytin. Fjala e Zotit është zjarr për zemrën. Edhe suksesi një kishe nuk matet me atë se sa veta hyn në sallë. Lavdi Zotit që kemi mundësi të vim, të mblidhemi. Por me sa veta dalin nga kjo sallë
për ta shpërndar fjalën e tij në botë. Të gjithë jemi misionarë për Zotin. Të gjithë jemi në fushën tonë të misionit, në vendin ku ai na ka mbjellë, në vendin ku na ka vendosur. Të gjithë jemi misionarë. Për shpirtat e humbur, që fjala e Zotit të shpallet. Le të ulim kokën gjithë. 5 shenja të një populli të rizgjuar nga fjala. Populli uritur e kërkon librin, sepse Bibla nuk është për ata njerëz që janë të ngopur, por është për ata që janë të uritur. Populli për ulur e nderon librin, sepse Zoti flet me ata që dridhen para fjalës, jo me ata që e marrin si të zakonshme. Populli vëmendshëm e kupton librin. Zoti është një perëndi që zbret, që përkthen, që shpjegon, që dëshiron që fjala të kuptohet. Populli i thyer e jeton librin, sepse fjala nuk është për informacion, është për transformim. Dhe populli i gëzuar e ndan librin, sepse ai që merr nga Zoti nuk mund të mbyllet në vetvete, nuk mund ta mbajë për vete bekimin që Zoti i ka dhënë. E me të vërtet, ne kemi nevojë të dimë që kur hapet libri, Zoti na zgjon. E jani javën tjetër, jo thjesht për të parë çfarë do të ndodh, por me vesh për të dëgjuar çfarë po thot Zoti. Eja me familjen, eja me respekt, eja me etje, eja me lutjen e Samuelit vogël në buzë. Zot, fol sepse shërbëtori ju dëgjon. Dhe unë besoj me gjithë zemër që nëse vim këtu, konferenca nuk do të jetë një datë në kalendar, po një kujtesë e shenjtë që Perëndia flet ende thret, ende pret zemrat hapura, dhe ende ndërton popullin e tij me fjalën e tij. Çfarë zemre do sjellësh javën tjetër? Le të mos jemi spektator, konsumator, turist të një eventi, por njerëz të uritur, të përulur, të etur për të dëgjuar zërin e Atit. Le të besojmë shkrimet. Zoti është i denjë. Le të vim për të dëgjuar, le të vim me vesh hapur, me bindje, jo vetëm me emocion. Fol Zot, sepse unë dua të dëgjoj. Dhe kur hapet libri, askush nuk mbetet i njëjti përsëri. O Ati i shenjtë, faleminderit për fjalën. Faleminderit Zot për hirin tënd. Faleminderit për të vërtetën tënde, Zot, që është mbi çdo gjë. Zot, unë t'jam mirënjohës për fuqinë e fjalës, që jo vetëm rilind për një jetë të amshushme, por transformon jetët e njerëzve. Faleminderit Zot për dhuratën e jetës. Faleminderit për fuqinë e Ungjillit. Faleminderit për hirin tënd të jashtëzakonshëm. Lutem të punosh në zemrat tona gjatë kësaj jave, që të mendojmë, të meditojmë, ta pastrojmë zemrën, Zot. Kemi uri për fjalën, të bindur ndaj Teje. Ta ruajmë fjalën tënde në zemrën tonë. Të lutemi për predikuesit, për kishën, për miqtë e ftuar, për zemrat tona, Zot, që të bëhen gati të buta për të pranuar fjalën tënde. Le të mos vim thjesht, Zot, me bllok shënimesh, por me zemër të hapur. Fol, Zot, sepse shërbëtorët e tu dëgjojnë. Faleminderit për këtë kohë, lutem që të ndriçosh zemrat tona sot, o Zot, dhe në vimësi, sepse fjala jote është e denjë. Faleminderit Zot për hirin tënd. Në emrin tënd të çmuar lutem.